Unë nuk kam kurfar synime të veçanta. Ky proces në të cilën ndodhemi ne tash nuk zgjidhet duke i dhënë synimet tona individuale dhe personale. Ky proces zgjidhet vetëm atëherë kur partitë politike ulën edhe së bashku e definojnë çka kemi nevojë dhe pastaj të arrihet kompromisi i nevojshëm. Deri tash, siç dini ju, ka ndodhur një sër takimesh mes kryeministrit Kurti, zotit Hamza dhe zotit Abdigjiku me presidentën Osmani. Sa i përket Partisë Demokratike, është duk që nuk ka pasur shumë hapësirë për diskutim, meqense ata ndodhen në pozicione të njëjta, mendojnë që presidenti duhet të jetë i PD-k-s, por Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë mendimin e saj se mund të ketë një bashkëpunim sa i përket zgjidhjes së një presidenti, i cili do të ishte reprezentativ për të gjithë, i cili do të ishte një farë lloj emëruesi i përbashkët i këtyre dy subjekteve politike. Po ashtu e përshëndes edhe qëndrimin e Aleancës, sepse krahasuar me dhjetorin e vitit të kaluar, ku refuzonin çfarë do pjesëmarrje në seancë, edhe mendonin që kuorumi vetëm do të bojkotohet, kësaj radhe po shprehin, po japin ide të cilat më mërmenja që i kontribuojnë zgjidhjes së kësaj krize në të cilën ndodhemi, se cili që jep ide, jo në drejtim të çush kena me shku zgjedhje, po në drejtim çush kena me evitu zgjedhjet, është i mirëseardhur në Republikën e Kosovës. Sepse vërtet 3 parë zgjedhje ishin prej shkurtit vitit kaluar, edhe kjo Kosovën, me thonë të drejtën, e ka lodhë dhe e ka dëmtu në kuptimin e përfaqësimit edhe në planin ndërkombëtar. Unë e kam shpreh shpesh këtë gjë. Domethënë kudo që shkohet edhe dëshiron ti me zhvillu domethënë projekte të caktuara me qeveritë e vendeve të tjera, ata natyrisht që edhe kjo ndodh, siç ndodhi edhe me Francën tash, ja patëm një vizitë shumë të mirë, por ka dhe qeveritë të cilat thonë që do të presim, do të ndodhë zgjedhja e konstituimi i parlamentit, zgjedhja e qeverisë tre, dhe nëse këto momente janë të shpeshta, për shembull 2 herë në vjet, 3 herë në vjet, kjo me të vërtet nuk ka çush i bën mirë Republikës Kosovës. Kështu që edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë dhënë ide të cilat e shprehin një sinqeritet sa i përket gatishmërisë së tyre që të mos qohet më vendin në zgjedhje të reja, por të ulemi dhe ta gjejmë bashkë një zgjidhje për këtë fazë të procedimit.